se si duhet punuar të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve që ranë. Më lejoni të ftoj Presidentin e Republikës së Kosovës. Në historinë moderne të Kosovës, epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës paraqet traditën përmes së cilës i referohemi ngjarjes më totale dhe përcaktuese në rrugën e betejave të shqiptarëve për lirinë në Kosovë për gjatë shekullit 20. Populli e ka UÇK-n e UÇK-ja epopejën e saj, e cila është ngritur dhe qëndërzuar për rreth rezistencës armatosur dhe sakrificës së familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, si një ngjarje shembullore e fuqisë së qëndresës së dal nga guximi dhe gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka për liri. Nga fundi i vitit 1997, pas përballjes të hapura luftarake me forcat armike të Serbisë, ushtria shqiptare e Kosovës u shfaq edhe publikisht me 28 nëntor. Lufta armatosur në Kosovë, nga një mundësi që luhatej mes rrezikut dhe kërcënimit, po kthehej në një realitet që mund të shpërthente nga dita në ditë. Sulmi i dytë i policisë ndaj familjes Jashari në Prekaz me 22 janar të vitit 1998 e zbuloi atë si shënjestër aktive të policisë serbe. Vendon se rezistenca e familjes Jashari atë ditë e rikonfirmoi pozicionin dhe rezistencën e saj gjatë rrethimit të parë me 30 dhjetor 1991, rezistenca e armatosur kundër shtetit kriminal servis ende përgjithsisht shihej si një rrugë pa shumë gjasa për sukses. Madje deri dhe 3 muaj pas daljes publike të UÇK-s dhe 1 muaj pas sulmit të dytë ndaj familjes Jashari, ende shumë kush besonte që lufta ishte e shmangshme. Por nëse me 28 shkurt 1998, masakrat në Likoshan dhe Qirez e shpërfaqen sheshazi projektin gjenocidal të Serbisë në Kosovë, e rrethimi i tretë i Prekazit 5 ditë më pas, ishte kapërsim i plot i kufirit mes rrugës së zgjidhjes paqësore diplomatike dhe rrugës së luftës e kryengritjes së armatosur shqiptare. Hyrja e çështjes Kosovës në një shteg pa kthim mbrapa u bë e qartë kur më 5, 6 dhe 7 mars 1998, mijëra forca policore dhe ushtarake serbe në një shtet rrethim të shumë fesht në Prekaz, shkrepën mijëra predha dhe fishe kalibrash e armësh ndryshme, e ku familja Jashari rezistoi e armatosur përkundër çmimit të lartë. Në fund, plot 59 njerëz kishin rënë vdekur nga plumbat e tytave të armëve të shtetit Serbisë, dëshmorë të luftës armatosur shqiptarëve të Kosovës për lirinë e synuar përmes çlirimit nga Serbia okupatore. Mes tyre Adem e Homës Jashari ishin 2 emrat e përveçshëm mbi figurat e cilëve do të bartej lavdia asaj rezistence dhe frymëzimi prej luftës tyre për lirinë e Kosovës. Para më shumë se 30 vitesh, Adem dhe Homës Jashari së bashku me shokët e tyre i filluan organizimit e para për një ushtri të Kosovës, që më pas do të quhej Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Në harkun e pak viteve, UÇK-ja arriti të bëhej edhe partneri e aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s, organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, që me operacionin Forca Aleate e përmbylli luftën për çlirimin e Kosovës, duke larguar forcat e Serbisë nga DEU. Kurse sot trashëguesja e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës, është kthyer në një forcë ushtarake që me ushtrit e NATO-s zbarkon misione që ndërtojnë dhe mirëmbajnë paqen kudo në përbot. Dhe gjithë kjo ka ndodhur, të nderuar pjesëmarrës,
dhe po ngjan nën urdhra dhe komanda të dhënë nga një kazerm ushtarake me emrin Adem Jashari, këtu ku jemi mbledhur sot me 5 mars 2026 në ditën e parë të epopesë UÇK-s për ta kujtuar dhe nderuar pikërisht rezistencën e kryekomandantit Adem Jashari dhe të familjes tij. Përpara nesh janë rreshtuar kuadratet e ushtrisë së Kosovës, ashtu siç duhet t'i ketë ëndrruar Adem Jashari dikur, në një kohë kur ushtria e Kosovës ishte veç se një ide që besohej nga fare pak njerëz. Përballë tyre jemi të gjithë ne, qytetarët e vendit e zyrtarët të shtetit tonë, që çdo ditë më shpesh po e dëshmojmë rritjen, ngritjen dhe përparimin e ushtrisë Kosovës. Kjo edhe si rezultat të investimeve milionçe të qeverisë Republikës në pajisje dhe sisteme të armatimit, në trajnime dhe shkollime të ushtarakëve tonë në për akademitë më të mira të vendeve të NATO, si dhe në strukturën dhe infrastrukturën e FSK-s. Për mbrojtjen e territorit Kosovës dhe ruajtjen e pandashmërisë së tij, për eksportim të sigurisë dhe paqes bashkë me aleatët tonë nëpër botë, për lirinë dhe paqen e atdheut tonë dhe për siguri me mirëqenie. Kanë kaluar plot 28 vite nga dita kur mira forca policore dhe ushtarake serbe e rrethuan prekazin e Drenicës, duke u përballur me rezistencë të armatosur në familjen Jashari. Atë ditë 5 marsit 1998, në orët e mesditës sikurse tani, në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga e rrethim i hekurt i vendosur prej policëve dhe ushtarëve serb. Emri i tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës. Historiku jetësor i general lejtnant Bashkim Jasharit, prej luftëtarit të lirisë të UÇK-s deri tek ajo e ushtarakut udhëheqës të FSK-s, mund të lexohet edhe si historia e vetë çlirimit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Andaj, nën këto shenja, le t'i kujtojmë dhe nderojmë të gjithë të rënët dhe të gjallët e mbjetuar të epopesë së UÇK-s, sot, nesër, pas nesër, çdo vit dhe përgjithmonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi të rënëve në prekaz me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, lavdi dëshmorëve të lirisë, roft ushtria e Kosovës dhe ne bashkë me të e krah ushtarëve të ardhëut. Ju falenderit.
Të nderuar pjesëmarrës, dukeus do të vazhdojnë edhe për 2 ditë me 6 dhe 7